te atmosfera. Të shfaqim pak videon që ti më ke çuar, të lutem regjia, videon me shoqërimit nga policia serbe e Leskovacit të gazetarëve shqiptar, është një video, edhe ta komentojmë. Ja, kjo është full screen, lutem, po. Këtu jeni ju, Tami? Unë Ervin Baku dhe Petir Pashollari. Ku jeni këtu në që vënd fix? Tu jemi nga stadiumi duke shku për në hotel. Nga stadiumi në hotel, këtu është mbas apo pak? Mbas stërvitjes. Mbas stërvitjes. Do më thënë, sa ka mbaruar, ka mbaruar stërvitja, kishte mbaruar konferenca e shtypit, në 4:30 ka qenë Silvinjo, që ne kishim shkuar 5 minuta më vonë sepse nuk kishim marrë ato, doli Fotioni pasaj në orën 5:10, na dha këto, u futën, 20 minuta kemi bërë disa... Sa larg është nga stadiumi të hotelit? Me makinë 8 minuta. Aty ku ishit ju? Ku ishim ne, se ne ishim Leskovat. Kurse me kombëtaren, ku ka qenë ky, ishte e lartë. Policia, tani më tregojnë që policia si u sollte. Tashti, ja pra këtë po të them. Në momentin që kemi shkuar ne, thash njërë, aty na erdhi një nga ata policët, kupton, ishte civil, unë kam quar dhe një foto, më thënë që është... Edhe edhe foton e Tamit me një shef policie? Ai inspektor, policë tani, kupton, se çfarë grade dhe çfarë oficer policie. Mirë pa, ajo që më bëri përshtypje ishte që erdhin edhe polici shqiptar, domethënë sepse në momentin që erdhi, atëherë 4 inspektor nga policia e shtetit nga Tirana kishin ardhur dhe ishin në këtu është polici i cili më dha numrin e telefonit serb. Po serb. Ma dha mua, komunikojnë në anglisht. Ja dha Ervin Bakut dhe në momentin tha që ju nuk jeni të shoqëruar, që do të thotë gjithë problemi ishte kur ne me makinë të targat shqiptare, pa makinë policie, udhtonim edhe tha, ju gjatë ditës tha nuk besoj se do lëviznim me makinë. Se punja ishim në Leskovac, ishte një qytet që fare i vogël dhe normalisht aty s'kishe nevojë të dilni me makinë. E bëjnë këmbë. Makinën e kishin lënë të siguruar pa asnjë lloj problemi, kishte kamera hoteli, ata kur na shoqëruan këtu, por po them pa na shoqëruar. Domethënë prezantimi i parë, ju tha jeni tha ata gazetarët, e kishin informacion të saktë që do vini tha me, se ne i kishin thënë Fotionit. Domethënë Fotion ne ato atëre delegacioni me grup Fotion kush është? Fotion Kodra është zëdhënësi shtypit Fationi. Zëdhënësi, domethënë gjithë ideja ishte që Dedi shumë ka qenë me atë dhe normalisht ishin edhe lëvizje që bënin një vend paketës, ne ishin tani ne ishim dhe informacionin e këta e kishin që shiko, janë 3 gazetarë që vinë sot. Po domethënë Tami ti po thuaj që duan ata të treguan një kujdesje maksimale për ja pra këtë po them dhe erdhi polici shqiptar, inspektori shqiptar, unë ju njoha, sigurisht ne Sa kishte nga Shqipëria? 4 veta. Po ç'e ishte këtë? Është normale kjo që është? Po shiko, ndeshja kishte një sepse do të them dhe gjë tjetër. Kishte të atill rrezikshmëri këtë gjë e kishte bërë Federata Serbe. Federata Serbe, në marrëdhëniet që ka me UEFA dhe me FIFA-n, sidomos mbas ndeshjes me Anglinë, ku unë e kam thënë, mbase këtu po e them sepse në studiot e tjera e kam thënë që shiko, është në fije të perit. Dhe ajo që ndodhi, sikur të ndodhte një incident, ajo që ndodhi lidhur me dënimin që FIFA i dha Federata Serbe në ndeshjen me Shqipërinë, ishte një përkëdhelje. 100.000 franka zvicerane dhe 20% e stadiumit të Leskovacit do ishte, domethënë, më pak. Domethënë, në qoftë se në stadium. Kush e vendosi që do luajë në Leskovac? Atëre. Presidenti Vučić. Ai vetë, i bëri lutje Federatës Serbe. Ai ka gjithë dorë. Më fal, i bëri lutje Federatës Serbe. I tha që shiko, Federata Serbe duhet bëj lutje në FIFA që ndeshja të zhvendoset nga Beogradi. Këto janë raste shumë ekstreme Landi, sepse në qoftë se ne për shembull, po ju tregoj një rast me ne. Vllaznia kishte lënë që stadiumi nuk zhvillohej ndeshja në Kupat e Evropës sepse kishte miting ose do këndonte Bujar Xhamili në Shkodër dhe u vendos në Elbasan. Kur e rregulloi bashkia, e bën lutje në UEFA, i tha UEFA e kemi vendosur, ka marrë po puna që do bëhet në Elbasan ndeshja, që do të thotë në kompeticionet evropiane, jo që kur luan kombëtarja. Domethënë ti çon stadiumi duhet ketë gjërat që janë ndërkombëtare, jo më shumë se 150 km aeroportin, sepse kombëtarja që vjen atje, domethënë vendi organizator mban përgjegjësi për sigurinë, për gjitha gjërat dhe
Unë si federat ose unë si Shqipëri, po marr rastin e kësaj ndeshje, duhet të kem afër, jo, domethënë një aeroport aty që nuk duhet të jetë më shumë se 150 kilometra, dhe pastaj gjërat e tjera janë. Edhe stadiumi Pse pikërisht në Leskovac? Ata kanë një stadium të ri. Tani aty është bërë atë nga të tërë stadiumet në Serbi, ky është një stadium. Ky është një stadium. Se mos kanë ata qytete të tjera. Ja po të them, ky është një stadium i bërë në 2021. Unë e thash në intervistat e mia, është një stadium sepse edhe fotot që të kam çuar është një stadium tipik. Jo. Ti transmetojmë, jo. As fotot? As foto, as video që janë në stadium. Nuk na lejo.